Si po ju duken ore këto nominimet? Dikush më ka lodhur në shtëpi mua. Më ka lodhur kjo e reja e treta që s'po bën asgjë, ajo që është e martuar me fëmijë, s'po bën asgjë. Nikoleta ose s'po bën asgjë. Më ka lodhur Mali, s'po bën asgjë. Arditi u zgjua. Kimbo s'po bën asgjë. Tyri mirë, po s'po bën asgjë ndonjë gjë situatë, përveç Selinës, du më u kap me ndonjë tjetër vëlla. Këto. Kur çuni im nuk mirte për shembull çupën, e mirte çupa. Araniti çuni tim ndryshon. Po ti mirte djali im, po ti mirte çupën, kishte lidhje. Po ta marr unë tani. Ç'a lidhje ka ky kur u këtë e marr? Dhe i do kisha dashur këtu brenda të bënte sikur të një hapë shumë sot. Kështu që nuk mund të bëj ndryshe. Okej, Stenar, do të falenderoj, mund të kthehesh. Falenderoj unë. Sika. Atëre, yje jam sërish. Gjithsesi, Mateo nuk rrezikon, si mendoni? Juela, Arditi, Artani, Mateo dhe Miri. Ka zëvendësuar bomba. ndaj se është midis Artanit dhe Juelës. 100%. Jam dakord me ty. Sa Arditi? Ja pra. Në këto moment Arditi duhet të mëjë fort këtë javë. do të hap zyrtarisht televotimin. Njëri prej Shikon, kush mendon se Shika? Ty e talli me bet 500. Po ti je tall veten, po jo mua. Pak si shumë depresiv. Dhe thash me vete këtë drejt do filloj të mendoj ndryshe nga tani e tutje. Dhe gjeta një që mua më duket optimiste, pastaj vendimin e merrni ju, se ju gjykoni çdo gjë. Dhe ishte, po mos ma lëvizja të kamerën kur jam duke thënë shprehjen se na del kështu me lëvizje. Dhe ishte mënyra më e mirë dhe më racionale për të parashikuar të ardhmen është ta ndërtosh atë. Natën e mirë, të paçi pa. Natën shifemi të premten me pjesën e dytë dhe të fundit nga post Big Brother Kosova 4 dhe të shtunën me Big Brother VIP Albania 5. Dhe qofi pak Fifin live tani. Unë kam shumë kohë që unë e kam kuptu gabimin time. E di pse kam kuptu gabimin time unë? Që pse kam kuptu gabimet e mija unë? Jo se i kam bo unë. Po më kanë shty me i bo gabimet. Më kanë